Sakrifica mjekësore dhe ndihma që ata u japin pacientëve në përditshmëri nuk duket të jetë mjaftueshme që infermierët dhe pjesa tjetër e stafit të Spitalit Klinik të Tetovës të marrin pagat e tyre të merituara. Për këtë, ata edhe sot kanë protestuar duke kërkuar që drejtoria dhe ministria t'u paguajë rrogat e prapambetura, kontributet, po edhe një pjesë të madhe t'u rregulloj statusin, sepse siç thon, ka punonjës që mbi 10 vite punon në Spitalin Klinik dhe nuk ka vendim pune. Në një prononcim për media, një nga infermierët që proteston tha se drejtori i spitalit Agim Berisha veç takimit informues nuk ka ndërmarrë asnjë hap konkret për të zgjidhur problemin e tyre. Jo, s'ka kur gjë nuk kemi marrë për drejtorit. Presim për se di. Ende s'ka kur gjë. Nuk ka reaguar diçka tjetër përveç se deklaratën a ditë që jo, që tash mendojmë edhe sot protestojmë edhe vazhdojmë për të ministria, shohim se çfarë për më tej. Drejtori sot nuk ishte i qasshëm për mediat, e në emër të tij para mediave doli kryeinfermieria Lindita Zaimi, ndonse nuk proteston. Ajo u solidarizua me kolegët e saj, megjithatë tha se ky problem është i trashëguar. Nuk ndjemi normal se ne të gjithë jemi për rrokë, normal se ajo është mirë, po ju thash edhe në fillim, këto nuk janë probleme që janë kriju tani, po janë probleme të trashëguara. Dhe këtu s'ka të bëj as drejtoria as asgjë. Janë probleme që janë trashëguar prej më para dhe duhet pak kohë për t'u zgjedh. Besoni se paraprakisht është e vërtetë se na u premtu se do ketë edhe konkurse, punësime, du jepen vendime të punësuarve. Skandali me mungesën e rrogave dhe statusit social të punësuarve bëri që të premten infermierët dhe stafi i Spitalit të Tetovës të dalin në protesta. Për këtë reagoi edhe ish-ministri Arben Taravari, i cili tha se vlen ka penguar rregullimin e statusit të këtyre punonjësve. Nga vlen megjithatë e akuzuan vet ish-ministrin Taravari.